Mirë se erdhët të ujor të dashur në letrat të fejnë, leximin do jo bëj unë Diana. Pyetja ime ishte kur hapa letrat e ardhmja, këshillat që mund të marrim që të arrijmë sa më rrjedhshëm debut andej, aty ku duam. Pra, si ecin gjërat përpara. E ardhmja juaj të dashur ujorë fillon me mbretin e gjetheve. Dhe kjo tregon kogja një mendje të fortë dhe ide të qarta. Ujori di çfarë do, por shpesh rrin në mendime. E ardhmja thot, ke mendjen për të udhëhequr, por duhet të zbatosh atë që mendon. Apo jo, ujori. Pastaj vjen kalorësi i këmbanave. Kalorësi i këmbanave, këtu fillon lëvizje, vendime të shpejta, veprimi papritur ose ndryshim drejtimi. E ardhmja të shtyn të mos rrish, mos ta mbash mendjen pafund. Një hap duhet bërë, me do e mos. Dhe më pas shfaqet rrota e fatit, që është vërtet një letër shumë e bukur. Kjo është kthesa. Kjo është kthesa, gjërat të ndryshojnë edhe pa i kontrolluar plotësisht. E ardhmja sjell një situatë që nuk e kishe planifikuar, por që të nxjerr nga rutina e asaj, mos veprimit, ta them. Dhe pas kësaj del të dashur ujorë bota. Shikoni këtu. Kjo letër tregon përmbyllje të suksesshme të një kapitulli, të një epoke, të një vendimi, të një projekti, të një dashurie që është pozitive absolutisht, që mund të jetë nga frekuentimi në fejese, martese, bashkëtese, kështu me radhë. Kjo letër tregon pra përmbylljen dhe arritje. Një cikël po mbyllet me sukses. Mund të jetë përfundim projekti, qartësi personale ose ndjesi se, tani e kuptoj ku jam. Tani e di për çfarë po bëhet fjalë, një përmbyllje të diçkaje kogja të bukur. Pastaj vjen një shtatë e zemrës këtu që ka pak emocione të përzira. Dëshira, pritshmëri, ndoshta edhe pak zgënjim. E ardhmja të paralajmëron të mos idealizosh shumë, por shiko faktet ashtu siç janë, të dashur ujor. Ti shikosh faktet ashtu siç janë. Dhe kjo mund të jetë, shpeshherë pritshmëritë janë më të larta se që janë në fakt, realiteti, dhe të mos idealizojmë, mos kemi shumë pritshmëri, dhe atëherë nuk zgënjehemi kurrë, këtë mbani mend. Dhe leximi juaj mbyllet me 10 të gjetheve. Kjo tregon lodhje pak mendore, shumë mendime, shumë përgjegjësi, për e ardhmjen të thotë qartë, nëse nuk i thjeshtëson gjërat, do i lodhësh veten kot. Pra këtu është, si për shembull, mund të them kështu, e ardhmja do ecën kështu: qartësi mendore, veprim, ndryshim, arritje, ndjenja pak të përzierë, por një nevojë për thjeshtësinë. Si thash, pritshmëritë sa më të vogla, atëherë do të jeni gjithmonë të lumtur. Këshillat që mund t'ju jap, mund t'ju them, vepro mbi idet, mos i mbajnë vetëm në mendje. Jep ju jetë gjërave që i ke në kokë. Ka që e dim për ujorin që është inovator, absolutisht. Pranon ndryshimet që vinë. Mbyll ciklet e vjetra pa u kthyer pas. Mos i idealizo emocionet, të dashur ujor. Thjeshto jetën dhe mendimet. Absolutisht. Kur mendja qartësohet, rruga hapet vetë dhe bëhet shumë më e lehtë, dashur ujor.